Kreu i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, ka reaguar pas vendimit të gjykatës kushtetuese e cila rrëzoi Ramën duke pranuar ankimimin e Veliajt. Shehaj përmes rrjeteve sociale thot se gjykata kushtetuese është vegël e Edi Ramës, ndërsa ka zbërthyer edhe mesazhin e Ramës. Vetëm në Shqipëri mund të ndodhë që gjykata kushtetuese na thotë që një kryetar bashkie i cili është i arrestuar dhe në burg për korrupsion do të vazhdojë të qëndrojë në krye të detyrës. Por me sa duket kjo intereson Edi Ramës dhe nëse Edi Rama doj që mos të bëjnë zgjedhjet në Tiranë, gjykata kushtetuese merr vendim në favor të Edi Ramës. Por ka dhe një çështje tjetër shumë të rëndësishme. Edi Rama ka nevojë të thotë të gjithëve që jesh i akuzuar për korrupsion edhe në burg me akuzë për korrupsion, sipas Edi Ramës nuk është arsye për të dhënë dorëheqje dhe për të larguar. Kjo vlen për Erion Veliajn sot, por vlen gjithashtu edhe për Ballukun dhe mund të vlejë edhe për Edi Ramën nesër kur Edi Rama vetë të jetë në hetim në korrupsion. Ndërkaq, këshilltari demokrat në Bashkinë e Tiranës, Dorian Teliti, në një reagim në rrjetet sociale, akuzoi mazhorancën se vendimi është pasojë e qëndrimeve të tyre ndaj çështjes. Vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me çështjen Veliaj është pasojë drejt për drejt e qëndrimit të mazhorancës, e cila refuzoi kërkesën tonë për të pasuruar vendimin e shkarkimit nga Këshilli Bashkiak me shkeljet reale të shumta të kryera nga kryetari i bashkisë, si dhe për t'i garantuar atij të drejtën kushtetuese të mbrojtjes para Këshillit Bashkiak, shkruan Teliti.